Shqiptarja e JP Morgan, Lorna Hajdini, publikon email trondice në gjyqin me ish bankerin. Një betejë fort ligjore po zhvillohet në New York mes ekzekutivës të JP Morgan Chase, Lorna Hajdini, ish bankerit Qeraju Rana. Rana pretendon se Hajdini ka detyruar marrëdhënie seksuale dhe ka trajtuar si sklav seksual, akuza që ajo i mohon kategorikisht duke e paditur për shfifje dhe fabrikim. Historia së fundi Hajdini ka dorëzuar në gjykat një seri emailësh kërcënuese dhe seksiste që pretendon se i ka marrë pas publikimit të çështjes. Avokatët e saj i kanë cilësuar mesazhet si një fushat friksimi dhe sulmesh personale. Në gjykatën e New Yorkut, ekipi ligjor i Hajdinit ka përfshirë mesazhe dërguara nga persona të panjohur. Një mesazh në 30 prill, një dërgues i pa identifikuar shpresohet përdhunohesh në grup sa kuptosh se sa e pavlerë je vdis. Një tjetër mesazh me një majë përdorues shkruan me gjuhë seksuale dhe ofenduese duke bërë komente degraduese mbi të. Një tjetër email me subjekt "You New Toy Boy" përmban mesazhe dërguesi pretendon se ka lexuar gjithçka. Për të, sipas bankës, Hajdini nuk kishte kontroll mbi pagën dhe promovimin e tij. Banka ka bërtitur se nuk synon marrëveshje financiare dhe pritet të vazhdojë në gjykat gjykimin.